Tregu i shumicës në Vlorë i frutave dhe perimeve ka shënuar një rritje të ardhurave si dhe një performancë pozitive. Në bilancin e fundit të vitit 2025, drejtori i tregut të shumicës në Vlorë, Nestor Gavani, gjatë një prononcimi të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, tha se situata ka qenë pozitive, ndërsa është bashkëpunuar ngushtësisht edhe me tregtarët. Sipas Gavanit, tregtarëve u janë plotësuar të gjitha kushtet dhe se ka një qasje pozitive ndaj tyre për shkak se aktiviteti i tregtarëve të tregut të shumicës është shumë i rëndësishëm në të ardhurat dhe bilancin e këtij tregu. Gavani thot gjithashtu se situata është pozitive dhe se magazinat të cilat janë pjesë e tregut të shumicës tashmë janë me kapacitet të plotë. Po ashtu edhe për festat e fundvitit, sipas Nestor Gavanit, drejtori të tregut të shumicës së frutave dhe perimeve, tregtarët kanë patur një aktivitet pozitiv në lidhje me të ardhurat e tyre. Gavani thekson se u shplotësuar çdo kusht tregtarëve për të ushtruar aktivitetin e tyre, ndërsa ai personalisht ka ndjekur hapasapi aktivitetin dhe punën e tregtarëve, duke qenë një mbështetës i tyre gjatë kësaj periudhe të ngarkuar, por edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Ndërkaq, tregu i shumicës në Vlorë i fruta perimeve ka patur produkt të bollshëm gjatë këtyre ditëve të festave. Tregtarët thonë se qytetarët, por edhe tregtarët e Pakicës janë fokusuar kryesisht në blerjen e frutave dhe perimeve, të cilat janë pikërisht të stinës dhe simboli kësaj feste. Po ka patur. Të vit ka patur punë këto ditë, sidomos të 2 ditë e fundit të vitit. Çfarë kanë preferuar më shumë? Po më shumë kanë preferuar këto produkte të lezetshme, si mund të themi. Kryesisht fillojnë ananasit dhe anashega që janë si fruta për fati, që kanë për shantës, pastaj vazhdojnë me to rushrat, mangot, avokatot, dragon fruit, në qik qershin, në qik lic, të gjërat e veçanta, në kajsi, në pjeshk, në nektarin. Kur thonë veçanta, për shembull, çfarë? Këto që përmenda unë janë si të veçanta. Po. Për këto përdoren edhe nga qytetarët. Po. Është e drejtë, shumë e drejtë. Pastaj në tjerë ka pat me bollok, frutat normale si mund i themi, mandarin, portokallë, moll. Këto që janë gjithmonë tradicionale. Po. Tregtarët e shumicës thonë se çmimet kanë qenë të arsyeshme dhe nuk ka patur as pak abuzime. Çmimet nuk ishte kanë qenë të larta, krahasim me vitin e kaluar kanë qenë shumë mirë. Pra ju keni qenë me çmime të mira. Po, normal, me çmime të mira. Ditë viti është si ditë e tjera, sepse i egzagjerojnë gjërat. Pra nuk ka patur rritje të çmimeve krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Po mund të ketë ndonjë gjë e veçantë tek tuk që është jashtë stinës, jashtë sezonit që është deri në fund fare të mbarimit që është ruajtur ka sile për to ditë, vetëm ato gjërat vogla, po të tjerë kanë qenë normal. Mua më janë duk normal të paktën. Tregtarët e tregut të shumicës vlerësojnë gjithashtu edhe punën e drejtorit të këtij institucioni, Nestor Gavani, që u ka qëndruar pranë dhe u ka plotësuar çdo kusht. Po me investimin që është bërë janë shumë mirë. Me çka qenë në shumë mirë, kushtet. Janë përmirësuar ndjesë. Po, goxha, janë përmirësuar goxha. Edhe shërbimi që Po. Dhe shërbimi është përmirësuar goxha. Pra ka një tjetër qasje edhe nga drejtuesi dhe tregut të shumicës apo? Po, ka një tjetër qasje, ka ndryshuar goxha për mirë. Me drejtuesi të tregut të shumicës është çdo gjë në rregull. Gjatë këtyre ditëve të fundit të vitit 2025, tregu i shumicës në Vlorë ka patur një aktivitet i cili ka njohur rritje, si në të ardhura, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Po ashtu edhe për tregtarët ka qenë një periudhë ngarkuar me shitje tek tregtarët e Pakicës në kuadër edhe të kërkesave të shtuara nga konsumatori, duke qenë se jemi në fundin e vitit.